Dervishçarës e të kryengritjes së tij të 1844, e cila I priu me më shumë se 3 dekada lidhjes së Prizrenit. Ata kërkonin autonominë e shqiptarëve në perandori, njësoj siç u ishte dhënë autonomia serbëve dikur. E pra, ky pararendës I pavarësisë dhe lëvizja e tij nisi nga rrethinat e Tetovës dhe Dibrës dhe organizoi anën banë shqiptarët nga Shkupi e deri në Shkodër. Mandej erdhi lidhja e Prizrenit, e drejtuesi mbledhjes në 18 qershor 1878 ishte Ilaz Pash Çoku apo Ilaz Pash Dibra. Pastaj, mes shumë pjesëmarrësve në lidhjen e Prizrenit, që ishin nga Maqedonia e sotme veriore, ishte aty edhe Sheh Mustaf Tetova, e Jashar Bej Shkupi, e Hasan Pash Tetova. Pikërisht djali I këtij të fundit, Mehmet Pash Deralla, u angazhua si ndihmës dhe këshilltari Sulejman Vokshit dhe luftoi në të gjitha betejat e lidhjes së Prizrenit e të beslidhjes së Pejës. Mehmet Deralla më pas u bë dhe ministri I parë I mbrojtjes në qeverinë e Ismail Qemalit në Vlorë. Mandej kemi rilindasit e arsimtarët e parë të Shqipës, Said Najdeni apo Hoxh Voka siç e njohin, që punoi me rilindasit e Mërgatës dhe përhapi me shkolla e me shkrime mësimin e Shqipës. Po ashtu Jashar Erebara nga Shkupi, Ibrahim Temo nga Struga, që ndihmoi botimin shqip në Stamboll, Dervish Hima nga Struga dhe poeti shqiptar ortodoks I rilindjes kombëtare nga Reka e Epërme, Josif Bageri. Të mos harrojmë edhe kontributin e shquar të familjes Qeliazi nga manastiri, Gjerasimi e Gjergji, mësues pioner të Shqipës, por sidomos motrat e tyre, ndoshta gratë më të shquara të rilindjes sonë, Parashqevit Qeliazi, veprimtare, mësuese e popullit, pjesëmarrëse në kongresin e alfabetit në manastir, themeluese e shoqatës së parë të grave shqiptare, autore e programit arsimor të qeverisë së Ismail Qemalit dhe diçka e rrallë, e vetmja delegate grua nga të gjitha vendet pjesëmarrëse që mori pjesë në konferencën e paqes në Paris. Njashtu edhe motra e saj, Sevasti Qeliazi, ndër nismëtarët e para të arsimit të grave, pjesëmarrëse në kongresit e manastirit të Elbasanit, bashkëpunëtore Ismail Qemalit e patriote deri në fund. Shumë prej nënshkruesve të pavarësisë së Shqipërisë, që në fakt ishte projekti për pavarësinë e gjithë shqiptarëve kudo, vinin nga Maqedonia e Veriut, Mustafa Baruti, Nuri Sojliu, Myrteza Ali Struga, Dervish Hima, që e përmendëm, Zyrti Ohri e shumë të tjerë ju bashkangjetën më vonë për shkak se nuk arritën dot në kohë në 28 nëntor. Ja dhe një kuriozitet tjetër, kryetari I parë I Bashkësisë Islame të Shqipërisë, menjëherë pas pavarësisë, ishte Haxhi Vebi Dibra. Në Vlorë ai ka thënë se kristianët dhe muslimanët janë vëllezër shqiptar të pandarë, duke I vënë vulën realitetit tonë kombëtar të bashkëpunimit mes besimtarëve të feve të ndryshme, vlerë që ne duam aq shumë e që mburremi me të. Alfabetin me të cilën shkruajmë sot shqipen e kemi nxënë në manastirin tuaj, në manastirin tonë. Prej shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut vijnë shumë shkrimtarë me vlerë për letërsinë shqipe, historik e bashkëkohor. Po e përmend për shembull Hakis Tremilën, që me librin Sikur t'isha djalë, qel temën e rëndësishme të vuajtjes e të diskriminimit të gruas, temë për të cilën politika edhe sot ka për detyrë të bëj shumë. Mandej edhe piktor, I madhi Abdurrahim Buza, apo Sabri Fetahu e Omer Kalishi, e shumë këngëtar, e poet, profesor, e kritik, shkencëtar, po edhe sportist. Gjithë bota e di se shqiptari I parë që ka marrë medaljar I lojrave olimpike ka qenë Shaban Tërstena, mundësi nga Shkupi. E dyta, Majlinda Jon e Art nga Peja. E dy nobelistët me të cilët mburret krejt shqiptaria, humanistja Nëna Tereza dhe mjeku Ferit Murati, vijnë prej anëve tuaja. Pra ka shumë potencial të ju. Ju nuk jeni provincë e Shqipës, ju njësoj si shqiptarët e Malit Zit, Luginës Preshevës, Çamenis, Kosovës, diasporës, e padyshim edhe Shqipërisë, pa harruar arbreshët, jeni zemra e kulturës dhe e kombit tonë.
por që potenciali i vajzës e idealit shqiptar të mund të shprehet, ai ka nevojë për disa kushte themelore. Këto kushte nuk realizohen dot aty ku ka diskriminim e pabarazi. Pikërisht duke parë programin e përbashkët të Aleancës për Shqiptarët dhe të Alternativës, si pikë të parë të programit dhe si temë të rëndësishme e kanë shtetin për të gjithë dhe barazin e plot. Shqiptarëve u duhet të jenë prezent kudo, aq sa u takon. Këtë të drejtë u japin ligjet. Nuk duhet lejuar që t'u mohoj politika e vjetër apo ajo e korruptuar. Ne jemi popull paqësor, por kjo nuk do të thotë se duhet të durojmë pa drejtësi e nën korrupsion, pa arsim e në ignorancë, pa shëndetësi e në ligështi, pa punë e në skamje. Pabarazia duhet luftuar në të gjitha format e saj, tërkohën nga të gjithë ne, kudo që jemi e që bëjmë. Prandaj, po më pëlqen që të gjithë po përshëndesni, t'ua kujtoj edhe një herë, si Albin e si vetëvendosje. Nuk jeni vetëm, jemi bashkë kur nuk do t'jeni vetëm. Ju faleminderit e urime.